Shkelzen Marevci, shihe Zotin, tregime. Ti, ti sapo e hape këtë libër, si kur të vinte dikush sot dhe të thoshte, ta jap gjithë botën, vetëm ma jep zemrën tënde. Do ta pranoje? Jo, sepse ç'vlerë ka bota kur ti nuk jeton brenda saj. Por tani, ndalo pak dhe mendo. E ke menduar ndonjëherë çfarë dhurate është vetëm ky moment? Që sytë të shohin këtë shkronja, duar të mbajnë këtë libër, truri të kuptoj fjalët që po lexon. E disa njerëz nuk i posedojnë këto të mira? E disa njerëz janë të gjallë, por nuk mund të ndjejnë, të flasin, të ecin, të lexojnë, të kuptojnë. Po ti, pse jo mes tyre? Mos vallë mendon se Zoti e ka për borxh që ti të jesh shëndosh? Se të takon të jesh i plot? Jo, nuk të takon asgjë. Ti je një shpirt i veshur me mëshirë, që ecën mbi tokë, pa e ditur sa shumë i është dhënë dhe sa pak ka falendëruar. E nëse për asgjë tjetër, atëherë fali një falendërim dhuruesi të çdo të mire vetëm për faktin që sapo lexon këtë faqe. Ti je dëshmi e gjallë që Zoti ekziston dhe që ende po të jep kohë për ta njohur. Ky libër është thirrje, jo për të lexuar, por për të dëgjuar, sepse gjurmët e Zotit janë në çdo frymë, në çdo rrahje zemre, në çdo ndjesi që nuk ke paguar për ta pasur. Lexo dhe bëhu dëshmitar, sepse ai është këtu, duke menaxhuar çdo gjë, dhe gjithmonë ka qenë e do të jetë. Mos harro, nëse je jo besimtar, nuk ke asnjë provë për ta vërtetuar mosbesimin tënd. Çdo gjë që ekziston e demanton këtë qëndrim, pasi nuk ke kontroll mbi asgjë, madje as frymarrjen që thith. Ndërsa nëse je besimtar, besimin tënd e vërteton lehtësisht, sepse gjurmët e Krijuesit i sheh kudo. Besimtari nuk e sheh Zotin me syrin e tij, por në syrin e tij, në mrekullinë e shikimit, në çdo gjymtyr, organ, ind e qelizë që dëshmojnë për aftësi të përkryera hynore.